Të nderuar qytetar, sot kandidati turist politik që është imponuar si pari në listë të demokratëve në Shkodër ka tentuar të hedhë shashkat e para të prishjes së traditës së qytetarisë, fushatës pozitive që Shkodra në vite ka nisur të krijojë. I pa informuar për realitetin dhe qytetarin shkodrane, Luciano Boçi kërkon me ngulmë që të nxjerrë në pa shpatën e akmarrjes politike që Partia Demokratike ka përdorur për 30 vite. Me sa duket, me synimin për të tensionuar artificialisht situatën politike në Shkodër, bazuar në përvojat e tij në një vend tjetër, nga i cili qytetaria Elbasanlije i ka dhënë duart me kohë. Në lidhje me rastin e zonjës Vildana Gushta, shërojmë se siç duket qartë edhe në shkresat zyrtare të publikuara nga vetë Partia Demokratike, largimi i saj nga detyra është bërë për shkelje të vendimit të Këshillit Ministrave numër 112 datë 26 shkurt 2025 për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, administratës shtetërore gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2025. Në vjen keq për zotin Luciano Boçi të sapo instaluar në Shkodër si abanxhi dhe çiraxhi politik për këtë muaj fushate, i cili ka zgjedhur të flasë pas një informacion të saktë. Ai është përdorur nga kolegët e tij në parti sepse asnjë tjetër nga kryesia nuk mund të dalë dhe të flasë për këtë temë. Nëse ka interes të di se kush punon sot në Bashkinë e Shkodrës, mjafton të drejtohet antarëve të kryesisë së Partisë Demokratike apo edhe kandidatëve në lista për deputet, të pyes Elionën, Gretën, Arbenin apo edhe vetë Vildanën, cilët nga familjarët e tyre janë të punësuar në administratën e Bashkisë së Shkodrës, dhe nëse ata janë persekutuar politikisht. Por përsa kohë këta persona respektojnë ligjin dhe u shërbejnë qytetarëve me profesionalizëm, nuk kanë qenë dhe nuk kanë sepse të ndihen të rrezikuar. Që prej vitit 2023 Bashkia e Shkodrës drejtohet nga profesionistë të cilët i shërbejnë qytetarëve shkodran, zbatimit të ligjit dhe transformimit të qytetit, dhe nuk është më vendi parkimit të fëmijëve, motorrave, vëllezërve, kushërinjve, krushive, vjerrive të Partisë Demokratike, puna e vetme të cilëve ka qenë pjesëmarrja në mitingje.